Në teknologjisë Drilon njohen, i ftojmë në studio. Si e? Mi mëngjesi. Po shumë ropa. Po të shopër masë. Po të shopër masë. Mirë se erdhet. Mirë se gjatë. Mi mëngjesi, mirë se erdhet. Mirë mëngjes. Si jeni? Ka dita që voglosht të anë edhe gjenit ton të dalin e pa dhe t'i tregojnë se rinia jonë është drejt A mos e të doshtë me thonë që qaj plokët që shëtë ke fora është i ria? Jo, për ty e pota. Ata që ka i kemi A në për studio, mu, ata që okej. Ta është mëspotu për atë miqën. Se më hajshin do fora për masin e nushu. Më angin që ata i thash gjenë të zbjerit do. Ta zbjerit do. Unë mëtova që shkoj të arru që ja prava. Hajde, atë ka dorë, e zdo të që shkën mas iftorit. Faleminderit shumë që erdhet. Faleminderit për juve për ftesën. Ne përbëjnë një hyrje të shkurt për kaunin, për mu dhe qka i nga të bu. Unë e kom qitë një foto në Facebook edhe që ajo është bu e famshme. Me kaunin i nga taku ka qenë një garë e shkollës digitale, ku i falenderojmë publikisht. Aty jam njëftu në domethënë me kaunin edhe kaunin ka bu një farë prezentimit mrekullueshëm edhe u konë edhe maj vogël atëherë. Majri tash, me tonë majri e maj vogël. Edhe ka bu një prezentim mrekullueshëm edhe mas asaj veç jem konë në kontakt me të sporadikisht edhe e pyta, a ke bu najsen me AI? Tha po, tha e kom bo qito me AI. Tha shumë bukur, thash apo vjen me prezentu, thash të kompania ku punoj ne. Jena domethënë punësum 100 persona në Exponential Data. Edhe erdhë kë Luçka e bu një prezentimin para 100 e... E pe potencialin e ti, ja? Unë e kom po potencialin e ti na shumë mëti, edhe tonin. Faleminderit, të zvija dhanë po të ti. Ja, kjo do më thonë, jashtë zakonshmëria e kaunit edhe genialiteti tina, është që i ka të kombinu me cilësitën që të mosh. Se do më të i mënësh me taku për dikën që e din inteligentën artificiale, po i ka 35 vjet, i ka 40 vjet. Do më thonë, na e pata knacinë edhe me prindin e kaunit me bu muhabet, është profesor doktor i ekonomisë, e bëjshë muhabet, do më thonë çfarë impakti ka me pas e AI, po pe i kaunit po mësojmë na. Do më thonë po mësojmë prindi vetë, po mësojone se kjo është tash fush për mes cilës, do më thonë jena krejt të mësu dhe jena bu apet, do më thonë studenta, e për shkak që saj, do më thonë unë e kom qef, këmë e konë emisioni parë, me konë disa emisione tjera, nështë ta nuk ta njën të fort me dojshtë të në kamera sana, ki qef? Se ka problem, doke që ka problem atjes. I bën krejt këto programet me AI e dalë. Esak. Edhe aftësinë e prezentimit e ka të tjerë zakonshëm, që do më thonë, anglisht ka prezentu të kjo kompania ku jena, se kemi do kolegë në Amerikë, ka qenë fascinus, si kurse zakonisht, zote e rujtë, se tutna që do më thonë. Vjem sysh. Talentat si kjo, une janë a kidnapujnë, do me lefdu vetëm pak. Na përna të regon, ka të erdhe ideja që me hy në fushën e teknologjisë, kush të orientoj edhe të regon asë e njëse me mësukit? Fillimisht pra rrugtimi me teknologji ka qenë, do më thonë, prej moshës 6 vjeqare. Fillimisht pra nuk kom dit as kodem, as programim, nuk kom dit as si me elshu një kompjuter dhe kom arrit një shkollë të aftësive shumë atë nëllëta me inteligencë artificiali, po ndoshta qelësi që ajo që më ka shty unë mi arrit këtë lloj të aftësive është kurreshtja. Edhe më besoj shumë që kurreshtja... Ka t'lindi kjo kurreshtje? Edhe si personalitet jëmë pra fëmijë kurreshtarë që gjithmonë kam që mësu gjëra të reja, edhe fillimisht e kemi pas një kompjuter në shpreh dhe dal nga dal merdh kurresha qysh me ndez, tani qysh me lëshu video, qysh me instalu lojra. Pastaj i kërkova prindërve me shku një kurs që e përmendje dhe Drilon në shkollën digjitale. Sa kanë qenë për krasë prindrit? Prindë kanë qenë shumë për krasë, babi edhe nana, do me thonë gjithmonë më kanë bështet me shkune në një rrugë digitali, pra, apo edhe nëse shkoj në një fush tjetër, çfarë do që më pëlqen me më përkra. Kush të orientoj në fushën e teknologjisë, kush është e ajnë personi që të tha niso me këtë pjesë kjo aftësi? Prindrit. Prindrit. Drilon, ti qysh po e shë që fëmijët po ja nisnin tash se ka ndryshu edhe ndoshta jeta e fëmijëve edhe ndoshta kurreshtja e fëmijëve tash ka shku ka teknologjia. Po,
Qysh po e sheti tash në mas edhe veç? Po, fillimisht do me thonë është kurreshtje e duhur edhe kurreshtje që du të me orientu këtë fëmit ka qajo kurreshtje, mos me shku me eksperimentu me sene të kota cila do me thonë mundën me rreziku edhe shëndetin mendor, atë fizik, mundën me rreziku do me thonë edhe në mënyrat ndryshme, andaj kjo çka ka bu ka unë është do me thonë motivuese dhe dëshira jam e promovimit të tij me lejen e domethënë e prindve tyne është ideja që ky si shembull me ju tregu Kosovës edhe ma gjën që kjo është mënyra më e mirë e shfrytëzimit të teknologjisë. Domethënë ka ka bërë diçka të mrekullueshme edhe me inteligjencë artificiale, se kështu e përmend që për shembull që tash me vetë mu çu funksionon interneti nuk e di. Amo di me shfrytëzu internetin, edhe di me marru sene për internet edhe me bë tregti në internet, se çaja domethënë që ato skillsa që i kena na kena me shfrytëzu për inteligjencë artificiale. Edhe unë edhe ka unë nuk e dina domethënë atje rrojt e inteligjencës artificiale që funksionojnë, po më rëndësish është di me ndërtu me të diçka. Andaj shembulli ka unit është po e kuptoj që është jashtëzakonshëm. Po jashtëzakonshmëria e tina është e arritshme nëse fëmijët e sodit e kanë qëtë kurreshtjen. Se kurreshtje kanë fëmijët në telefon, po zakonisht e kanë veç për lojra. E vërtet. A do të fëmijëve me mësu ndoshta më shumë rreth teknologjisë e jo veç rreth telefonit, domethënë me stimulu ka teknologjia që ata me bë diçka, me sjell diçka. Ina të munu me ron fije që është me bën njerëz si te apo në hadhën që shumë mas mire. Unë gjithmonë mendoj që ndoshta edhe mi detyru, për shembull fëmijët, prind mi detyru fëmijët që me mësu, për shembull inteligjencë artificiale ose teknologji, mendoj që nuk është gjë e duhur, për arsye që ndoshta fëmia ka qejf më bë futbollist, ose ka qejf më bë sportist, ose doktor, pra që mos me që preferencat e prindit mos me qenë te profesioni i fëmis, te preferencat e profesionit të fëmis. Pra, po mendoj që për shembull unë ka ndoshta kom pas qejf kur jam qenë i vogël më bë ndoshta sportist, po domethënë me kohën edhe mendoj që ndoshta shkollat në Kosovë se duhen me pas domethënë një lloj programi që shumë aktiv për inteligjencë artificiale, për arsye që ka me qenë diçka që s'kemi me mujt me jetu pa të, ndoshta njeri në fazë shumë të hershme, po nëse dojmë me i përgatit gjeneratën tonë për të ardhmen, atëherë duhet që pritash më janis. Ka inteligjencë artificiale, ka cila fush, çka mendon ti me sjell? Unë personalisht, unë domethënë ndoshta edhe Drilioni që merret me çat fush me data, domethënë me data në AI, domethënë kompanive të mëdha që i merr informata dhe i organizon më të strukturuar më mirë. E për fëmijët që veç po i shfrytëzojnë telefonat për lojë, ai kishte thonë që më mirë interesin me pas tek mësimi i inteligjencës artificiale ose i programeve. Se sa të rrjetet sociale, TikTok-u me argju ko. Ndoshta kjo është ndoshta edhe pak problem ndoshta te prindrit, se ndoshta edhe telefoni në fazë të hershme shkakton dëm, sidomos rrjetet sociale, por për shembull me ditë nëse me përdor mirë të sjellë shumë dobi që janë shumë më të mira. Po ndoshta këshilla jam për krejt krishtian që vish me hinë ChatGPT dhe vish me eksperimentu edhe kimi agjit atë rrugën që shme përdore edhe ka me të linda e korreshtje. Ka unë që shë ke niste në telefon kur këndaj, qka ki bo në telefon? A i ke këshu rrjetet sociale, a i ke orientu djenitu a ka fusha e teknologjisë për me mësu diçka për ti? Që me qenë një shembull dhe për gjithë ta fëmijë që po thu që mos me qëndru në rrjetet sociale, po me orientu djenit e tyre ka teknologjia. Unë shmërin tash me veqo vetës, se do në prani që kam edhe rrjetet sociale. Sigurisht, edhe lojrat janë pjesë e... Edhe lojra, po ndërta ma shumë që gjithë gjë me pas limit, edhe pra në këtë ras, për shembull, mi hulumtu krejt fushat e ndryshme edhe me provu se që janë fush, edhe deri dhe sa e gjenë vetën. Se ndoshta pak si shoqëri ne jemi që s'ban me ndrru për shembull kursin, apo s'ban me ndrru sportin, po për shembull nëse i shikojmë, nëse një fëmijë për shembull i provon gjitha edhe më thotë po më pëlqen më bë futbollist, atëherë ai domethënë nuk as ka mira pishman, as s'ka mu pendu për çka ka zgjedh. Se ndjek pasionin e vet. Pikërisht. Ka unë aki diçka në telefon që e ki kriju te dhe kishe mujtë me nda bashkë me neve dhe me shiku stan? Veç një laptop, se në telefon... Veç një laptop. Qka ki kriju ku orientohesh ma shumë,
Ose ndoshta këtë pjesë mundet më na ndihmu dhe Driloni. Po çat më nësh me shpjegu, jo, do të thonë pse jena ardhur bashkë, është se që jena të planifikuar me bëu diçka bashkë tash. Çat pjesë shpjegoj jona. Çka? Po patjetër. Hajde. Po do të thonë ka unë veç ka ndërtu diçka, më nësh me do të thonë veç me muhabet, me ka dush çka ke bëu, çato që e prezantove te Exponential, veç çka ke bëu, e masa ja u dërgojnë ata një demo, na thirrën na pet, se po na dojnë, apo Normal. Kam kriju demo për një platformë me mësu inteligjencë artificiale, domethënë. Okej. Nga gjitha nivelet e aftësive që i ka një person për inteligjencë artificiale. Do të thonë mësim është platforma me mësu çka është inteligjencë artificiale? Apo përmes inteligjencës artificiale me mësu një lanë çfarë do? Platforma është me mësu pro inteligjencë artificiale, sepse kur e mëson, pastaj edhe lanë tjera nuk e ki vështirë. Po puna, do të thonë, qëllimi kryesor është që me pru do të thonë pjesën praktike të mësimit në platformë edhe po ashtu dhe po ashtu me qenë, do të thonë, platformë interaktive që me qenë gati si lojë. Edhe kjo ka qenë qëllimi. Po, që ke pjesën e lojës ka me të pyetur në diçka, po te aplikacionit a mëson me bëu prompta dikana? Po. Okej. Çfarë janë promptat? Çato kështu e thon, promptat për ata që se dinë çka është. Prompti është komanda, do të thonë ai urdhri që ja jep ti një modelit të inteligjencës artificiale që me t'i jep ato rezultate që ti i kërkon. Po tash problemi ku krejt po ndoshta në sukses inteligjencë artificiale duhet prompti mirë, do të thonë, për me t'jep në generative AI, në inteligjencën generative. Pra është edhe kam bërë dhe statistika dhe studime ku është po që programerat që jenë, do të thonë, njerëz që e përdorin gati më shumë të inteligjencën artificiale, diku rreth 60% rreth 60% kanë bërë prompt gabim. E tash, çka nëse ne po flasim ndoshta për një person që po pyet për ndonjë smundje apo diçka që është shumë më komplekse dhe mundet më shkaktuar edhe dëme psikologjike, mendore, edhe për këtë arsye ndoshta para se me përdor, duhet me mësu që me përdor dhe që ke platformë të regom. Po. Ka një pyetje tash, për shembull, na gjeneratat pak më të vjetra, pak po i tutemi edhe inteligjencës artificiale, se s'po dim ka po na çon. Po ti si i ri, çfarë mendimi e ki? A të frikson, a mendon që është A duhet më YouTube teknologjisë në të ardhmen? Unë besin në shprehjen që kur mbyllet një derë, qelen një derë tjetër. Edhe pra, në këtë rast nëse ndërsa një profesion ka me qenë më pak i rëndësishëm, po për shembull hapet një derë tjetër që përmes AI-t kime përmirësu që atë profesion ndoshta shumë më shumë, kime rrit efikasitetin e kështu me radhë. Çka paralajmëron inteligjenca artificiale, cili profesion ka me uzbe? Ndoshta s'po kom qef, mi friksu ndoshta. Sot u milon njerëz pa punë, a? Njerëz ka e le të orientuar dika tjetër. Gazetar. Neve ma Juve për shembull. Njone për Juve dhe ka me hekë për punë. Pse po më qyrë mu? Se ngjyra zezë po me të rekësi do ashtë. Cili po mendon të ka on? Nëse po flasim pra deri sot, deri në tria deri më sot, atëre besoj që customer service, pra call center, se këto kanë më zëvendësu me robota, që kanë ndërhyjtje në shërbim. Viç është pa një video që u publiku në rrjetin social Twitter, ku një agent i inteligjencës artificiale i ka menaxhu diku 50 social media accounts, do të thonë ka kthy përgjigje, ka bëu aktivitet në rrjetet sociale për kompani, biznese të caktuara, dhe do të thonë kur tash ka më dalë në treg edhe kur del, do të thonë menaxhimi i rrjeteve sociale, mi kthy mesazhet për shembull customer service apo edhe me bisedu, tash që është duke u përdorur shumë, ka mos avancu komplet. Mos jetuj bote që ta robotat e partive. Rrezikshme. Ka partit mos thënë. Ka pak, për në Cilat janë planet e juja të përbashkëta? Faleminderit. Që kjo, do më thonë, përmes edhe këti emisioni, po edhe postimit që e kom në Facebook edhe në tarmen, ideja është që genialitetin e trive të Kosovës, monën me kone dhe të vjetër nuk jena përjashtus, me u shfaq para botës edhe përmes saj me ftu
investime të jashtit edhe me u po potenciali i madh që është domethënë në Kosovë. Për Kaunin domethënë dy sene interesante që po duam i tregu që masnej mundet me u generalizu domethënë për Kosovën përgjithësi. Nuk po më thonë që ka Kaun atje në Kosovë është i veçantë, po ka domethënë njerëz me një IQ specifike që janë ato i targetuar dhe janë ato këshir domethënë me u bë bashkë si entitet edhe me këshir me ftu kompani të jashtit që janë të lyp për talent gjithmonë sepse në fushën e AI-t tash për shembull ki domethënë pagesa të majmet që bëhen për individa që din me bë çato që ashtu e bë Kauni, apo nuk është amon Kosovë nuk mundet më vlerësu, se nuk e kena na ekonominë me ta vlerësu domethënë një Kaun, për shkak se asaj domethënë edhe unë jam të punu për shembull për një kompani të jashtme, ky nuk është eligible, nuk është i lejuar me punu me 13 vjet, po kena me gjetë mënyra të tjera kreative, që domethënë me kon i angazhuar kë, po me kontribu dhe rezultatet me kon domethënë të gjithëpërfshirëse. Andaj na jena në kërkim të njerëzve me qësi gatishmërie, me qësi kurioziteti, që kjo është pjesa që Kosova boll Kauna. Ka Kauna domethënë shumë më shumë se sa që dim me i lokalizu. Prindrit sa po i përkrajnë, edhe a kina i këshill ndoshta për prindrit që fëmijët të fokusohen. Po. Unë e për këza juve edhe domethënë shikues edhe krejt ata që po na dëgjojnë, po na shikojnë, kanë me na dëgjuar, me na shikuan të ardhmen, që kemë vënë me bëu shkputje, folni me atë stafin, se vënë me qit tanaj në social media të mia që kena me lancu 2025 në Kismet, kena me lancu komunitetin për prind edhe AI ose prindrimi edhe domethënë trendet e reja të teknologjisë. Andaj aty kena mundu mi mbledh këtë prind që janë të interesuar, edhe ata që janë të interesuar mi bëhet interesuar që fëmijët e tyre domethënë me fitu aftësi, të cilat kanë me qenë të nevojshme edhe kanë me qenë edhe në shërbim të vendit, që domethënë edhe aspektin e adetarisë nuk duhet me hup se neve na vjen që ky talent me najt këto. Domethënë ky me inteligjencë artificiale në momentin që i bën 18 vjet, unë mendoj që Harvard e MIT-ja kanë me lyp llojin e këtina, po interesimi jonë është domethënë që talenti i tij me u shprehë këtu në Kosovë, mos më na ik ky talent. Edhe në anën tjetër domethënë jena të bëu thirrje indirekte që diaspora më kthy, se ka domethënë për diasporës që kanë mri atë aspektin e pavarësisë financiare që mundën më ardh më kthy me investu në Kosovë, më thonë çfarë e keni Kaunin edhe llojin e tij që jena të interesuar me juftu. Kauni ka bërë edhe një gjesteve shumë të bukura, interesante që s'ka të bëjë me inteligjencë artificiale, po i ka shkruar dikujt, kisha pas shef mendoj edhe që ato se iniciativat janë ato që ka vlerësuar më shumë ti. Ku na e ke shkruar në Twitter? Ku na më thaj ke shkruar? është një supermarket, domethënë i amerikan, dhe i kam shkruar, domethënë, po i pëlqen ideja ime dhe domethënë më ka suportu shumë edhe... Shmja për me nëmnin se ato e njojnë. U kon pronari Dallasit kush këshyre NBA, Mark Cuban. Ka shkru Mark Cuban. Edhe që shundjeve kur e pe që ta këthej? Po, bile 3 herë më ka këthej përgjith. 3 herë? Jo një po 3. A ke një frymëzim që me vazhdu të edhe me sjell gjanat bukra? Po, fillimisht në besoj që duhet me punu, pastaj këtu vinë, gjithmonë vinë rezultatet, vinë përkraja, e kështu me radhë, po nëse ti nuk punon edhe me prit që ndoshta të vinë punë të nejtë. Jo, nuk besojnë që ato. As po funksionoj ka që kjo, ha? Lekejt. Nuk po shpresa. Nuk po shpresa të nejtë. Më mënona me po dishka. E bën këni program me AI edhe në arina. E vërtet. Edhe ajna bën punë. Ti la më fund një mesazh këtë shkurt për prind që i shohin aftësitë të një fëmijë tyne dhe duhet me i suportu dhe me i orientu në këta aspekt. Po, fillimisht domethënë duhet me pas parasysh edhe prind si entitet janë gjymtum se nuk ka ndaj farë forme të organizuar qysh prind e fëmijëve genial mundën me e shpreh domethënë gatishmërinë e tyre për mundimu. Andaj këshilla jam edhe kërkesa jam ndaj tyre është se unë nuk kam qef me konkse që e gjun fojë një shteti jo kjo ja ajo. Kam qef domethënë me kështu pragmatikisht shush me zgjidh problemin, andaj prind duhet me u bashku, që kemë ne që është tani kryesor, edhe kërkesat e tyre duhet dëgjohen më shumë kur ata bëhen një entitet, që jetojnë domethënë entitet përmes cilit zëri tyre dëgjohet më shumë se deri tash nuk kam pa që prindrit janë të bashkuar për sene specifike, andaj është unë mendoj që është koha sepse që ky talent është gjuna mos me u shfrytzu në nivelin që nuk është u shfrytzu deri tash, andaj Kosova vazhdon me prodhu domethënë super fëmijë inteligjent, talenta që janë domethënë të jashtëzakonshëm në kuadër botror. Domethënë nuk është konkurrenca Kaunit, nuk është të bëj konkurrencë, jo konkurrencë, por nuk është të bëj domethënë sa në të jashtëzakonshme vetëm për Kosovë, por është të jashtëzakonshëm domethënë internacionalisht, andaj çifti i këtij duhet me u suportu pe entiteteve shtetërore. Po nëse po sakt. Po, edhe ju falenderojmë juve domethënë që na keni jap këtë mundësi me dal me qit një pjesë të talentit Kaunit domethënë pa. Po ideja është na si prind do të me kon, se unë jam prind, na do të me kon më të konsolidum
ma të konsolidum, ma të organizum që me mujtë që të kërkesa me i paraqit. Andaj që kjo është ftesa jam që kur do që hapa qaj grup, më thirrni edhe njerë për qatë grup, e bojnë edhe qato të madhe. Pa me rak. Për fund ka unit një pyetje për duhet dhe unë mja, ku kemi me pa ka unin e rritun? Mas 10 vjetëve, 15 I rritun jam marrë thuj. Alo, Ja, për një që po foli thuj si 40 vjetë mi pas. Me folë, po. Mendoj që mu shkollu edhe mi sjell kontribute dhe me thonë atë dhejut e në Kosovës. Inshallah nuk puna lem pa punë nuk ka unë. Jo, në vitet të, direkt të vita në po du punë. Njeri duar. Një talent të jashtëzakonshëm, bravo për punën ka unë, edhe faleminderit shumë që ndodhe eksperiencën tonë këtu bashkë me ne, shumë sukseset ty në të ardhmen. Faleminderit Dilan ty dhe faleminderit që po i përkra njerëz edhe fëmijët në fakt sikur ka unë. Është kraci. Nacimi ju pas këto. Faleminderit që na keni ftu. Faleminderit që Sukses dyve në projektin e përbashkët. Faleminderit. Shumë për nisën. Ata shkoj me një shkëputje marketingu. Dishta i tonë faleminderit. Edhe tash ma se qëtëm për punës për në Po dhe, bile le dalë me faqet bardë. Pak problem, të isha të zeza. Faleminderit. Faleminderit edhe njerë. Unë e kom një pyetje për juve. Qysh ka hiq kjo mizë të jo, vllot, ndihmë. Muna me marketing, atë kalëzaj pëse o hinjita.